Pare, a duhet ose a mundet që një fabrik përpunimi qumshtit të fus në prodhim, në përpunim një qumësht që rezulton me aflatoksin? Jo, absolutisht jo. Pa tjetër që aflatoksina mund tjetë një nga elementët kyç ose tregues kyç i sigurisë ushqimore, si që ka dhe shumë të tjerë, mund tjetë ngarkesa mikrobiologjike, kushtet e ruajtjes, ka shumë faktor, por në mënyrë absolute një produkt lëndëpar në këtë rast, nuk duhet të pranohet nga operatori i biznesit ushqimor nëse nuk përmbush kërkesat e sigurisë ushqimore. Madje për më tepër bizneset në shumë raste bëjnë edhe selektim kur lidhet me parametrat e cilësisë, që mund të jetë përmbajtja proteinike, përmbajtja e karbohidrateve në varësi gjithmonë të produktit. Kështu që ky është hapi i parë që ne mund ta quajmë një lloj vetë kontrolli i brendshëm i biznesit pa u futur autoritetet. Kështu që patjetër këto janë disa elementë që duhen kontrolluar. Një operator i biznesit ushqimor ka detyrimin dhe të drejtën e tij absolute të pranojë një lëndë të parë që përmbush të gjithë kërkesat dhe të gjithë parametrat. Ai mund bëjë dhe një analizë, sepse nuk është e thënë, e merr vërtet lëndën e parë me faturë, e merr dhe ndoshta me një raport analize nga një laborator i palës së tretë, sikundër kemi thënë dhe herë të tjera, por ka të drejtën e tij të dyshojë të gjithë këto procese dhe të bëjë një analizë vetë kontrolli.